e vogla ime. Zemra mamit. Sot është një vlog special. Duke qenë se jemi në përfundim të vlogeve, kam përgatitur diçka speciale për ty. Faleminderit, mam. Hajde ta shijojmë. A shpirti mamit. Ishte një zhurmë aty mbrapa dhe thash që ishte. Gëzuar mam dhe gëzuar të gjithë. Pi që kafe se na do Xhani. Të më vej në zëmër. Yes. Me mam. Zemra tona, po të na shikoni, ne të dyja jemi këtu ulura në një sallë teatri që është vetëm e jona sonte. Sepse siç edhe kemi lajmëruar, ky është vlogu i fundit për këtë sezon. Dhe mendova pse jo mam, të uleshim bashk dhe të shihnim në projekcion një përmbledhje të gjithë sezonit. E ta komentonim bashk të dyja. Po, më pëlqen. Kur janë nisën dhe ja ku jemi tani vogla ime. Po, shpirti në mbyllje të sezonit. Fal teje, fal grupit, edhe fal atyre grupit për te humorit ma, korrektesës, të kushtimit, dashurisë. Mendoj që si një jetë në këtë profesion, në këtë karierë, ne bërëm atë çka pa njerëzit, po unë vetë për te emocioneve, si kam patur kur më shumë se sa te vlogu jot, ndihem një qik mirë, desha me pa. Ndjesh mirë Ndihem qik mirë. Shpirti madh. E mira s'ka fund asnjë, ja gjithmonë në kërkim. Ky është e bukur arti. Më kujtohet kur ja nisëm në fillim, kur unë e kisha thjesht të shkruar në një fletore që nga viti 2020, të cilës faqet i ishin zverdhur në përcepa me kalimin e kohës e kalimin e viteve. Dhe mbas një 2 vjeçari të mirë shkëputur nga media, në hesht të ria dhe studioja tregun e medias, televizionet, YouTube-in, rrjetet sociale, studioja që po bëhe, dhe po bëheshin vetëm podcast të vërdall, dhe aty më lindi në shpirt, thash, okay, ato skenari që kam shkruajtur në 2020-ën, skenaret jeta jon, të përditshmëria jon. Absolutisht, aty është mbështetur çdo gjë, do t'i bëjmë realitet. Dhe ishte pak e vështirë në fillim, dhe në fakt mam, unë dua të jap një mesazh që kur është e shkruar që duhet bërë gjëja, nuk ka asgjë tjetër që ta ndaloj. Sepse unë kisha thjesht idenë në kokë dhe skenarit të jetën tonë të shkruar në fletore dhe ulesha në tavolinë me njerëz dhe ju flisja që dua të bëj këtë gjë. Tani nga e thëna në të bërë është një oqean larg, thot populli. Dhe kjo është e vërtetë, ai oqeani është leku. Që të realizohet gjëja, duhet mbështetje financiare. Xhixha mo të Xhani, xhixha. Po pse të del Rita në kamera pa xhixha? Po sigurisht ma. Edhe është mësuar me zarf Rita Lati. Diva ime ti. Po nuk ndryshoj dot. Të më vjen keq. Më thonë duan xhixha, ma po sot e xhixha nuk bëhet gjë. Absolutisht, nuk e vënë. Ta të gjithë janë basnesh. Duhen paguar. Absolutisht, absolutisht. Se s'marrë shtëpia me falenderit, jo për ndonjë gjë. Shpreja Rita Latit. Faleminderit Roza, faleminderit, ai do çoj bukë në shtëpi. Që mama ri 12 orë me ne, 10 orë, 8 orë. Mami do blej buskuqe na imparo aza, po do mami shkrim. Na ca gjëra. Dhe na çiftaka. Ja dolëm. Që do të thotë, kur është e shkruar, mam, ishte momenti që ne duhet të dilnim bashkë. Erdhi momenti, mam. Ne kishim menduar gjithmonë, po ja që erdhi. Ndoshta tani është më bukur se mami është më i qetë. Patjetër, edhe unë jam më i qetë. Diçka nga shumë gjëra që u lodha një jetë. Tani pse jo? Mundoj me rozën time. Vogla ime. E kam ndërruar. Edhe unë jam më i qetë. Se edhe unë kalova një vit të vështirë, t'je di shumë mirë. Dhe të bëjmë më të fortë më vështirësitë. Absolutisht. Dhe dua të falenderoj gjithashtu dhe Quart Production. Quart Production që realizuan filmimin e vlogeve tona. Në fakt,
ne mam e kemi nxjerr nga loja fjalën vlogë, se ne nuk jemi duke bërë vlogë bashkë, ne jemi duke bërë reality series. Seriale reality. Unë doja termin t'ja vija vlogë, duke qenë se me vlogë bëhet përditshmëria, edhe duke qenë se unë i doja pak të shkurtra. Është stili kësaj gjës që bëjmë. Bravo. I doja dhe pak të shkurtra dhe nuk i doja tamam në trajt seriali dhe tha dhe quajmë vlogë përditshmëria jonë. Po në fakt vlogët bëhen me një kamera Osmo, bëhen me telefon, që shkon poshtë tek pazari, blen domate, blen speca dhe bën video. Kjo është punë profesionistësh. Kjo që po bëjmë ne është përtej vlogeve, është vërtet seriali. Dhe në fakt ekipi Core Production janë ekip që merr me filmime. Ata i dhanë seriozitetin që. Bravo. Ata janë ekip që merr me filmime serioze, me spote publicitare, me filma gjithashtu. Dhe unë e falenderoj shumë Vinin, i cili e kishte shumë për zemër këtë projekt, i cili nuk bëri asnjë deal me mua, tha do jem pjesë ta, më ken krata, sido që t'jetë situata. Dhe kishte besimi. Mami që besoi te Vini se e kisha që te filmi me Aurelën. Bravo. E thash që ka realizuar filmin me Aurela Gaçës. Sa the Vini që e lidha me filmin, thash kjo gjë ka marrë fund, se është djalë tepër i talentuar. Dhe i qetë. Që të durojnë të dyja. Mbi të gjitha. A Vina? Po, e të gjëma që sa po. Tani mam, me që është vlogu final, mbyllja e këtij sezoni 3 mujor, 12 skenaret, 12 situata tona të jetës, që unë i hodha i zhvillova në skenaret, dhe tham hajde të gjërojmë, u bën. Tani jemi këtu të mbështetura në teatrin Skampa dhe do shohim bashk, mendoj, të shohim si fillim dhe të komentojmë bashk momentet më epike të gjithë sezonit. E di, mam, i kam parë gjithmonë me emocion, dhe sot dua t'i shikojnë që qetë. Ky teatri këtu ma jep këtë qetësinë, këtë në 100% e tëra e fokusuar se çfarë kemi bërë. Se gjithmonë i kam parë me shumë emocion. Tani dua një qetësi. Isha skëput në një kështu kolloqif amerikan, inshallah. Ç'ishte kjo më kolloqif? Jo, e lap që e vën që e thash, më se skëput në një kështu mamaja. Mendoj që do jem me qetë, sot dua ta shijoj. Vogla ime. Unë kam bërë një përmbledhje të momenteve që i ka pritur dhe publiku shumë mirë, që janë të preferuara mbi të gjitha të publikut këto momente që do ndjekim tani. Shumë e lumtur jam që do i shohim mamë. Ja, kaq excited sepse ka marrë produktin më të fundit edhe me zi pres t'ja u tregoj. Të doli blusa vëndit i përmba unë qik ma qupë. Risotto që bën mami im e bën me qep të kavardisur dhe me qik hudhër, kështu që absolutisht qepën dhe hudhrën patjetër që diti kavardis. Nuk e di, pse kam kaq frik? I kam shumë emocionuar se si mund ta provoj. Po shumë të keqja e marrë se mos kaput na një kërpës, na një përs, po pse shtrëngohesh keqen mami, pse shtrëngohesh ashtu? Po kjo është e bukur e kafshëve ma. Kënaqen edhe me gjërat më të lira. Po shpirti mami. Kafshët të na mësojnë që leku nuk është i rëndësishëm. Po që na çave trapin shqip si i thuhet apo? Nuk kam koment. Vazhdo. Është surpriza? Është surpriza. Se Roza se ka duruar një jetë, po mase i vjen zorë sot edhe bën sikur e ka qef nga kini juve. Kuret nga labëria. Oh mam, oh my god, seriozisht nuk du. Se është ushqim në fund të ditës, më falë zot, po nuk ka gjo më të shpif me ma. Ma më kënaqë sa i bukur, moja man. Sikur më shikoni ma për me sy. Ma për me sy. Ma do të mua hashrita. Pensionistat e mi ku ju kam? Ju përshëndetit nga zëmra. Në qoftë se na qerasin kalamajt ose lagja, ne do ham na kështu gjërash me varka. Në qoftë se jo, ja ku e keni rritën këtu, pensioni kaq është, kemi natë janë bajnë. Ashtu. Kaq mua bet kisha. Kjo pjesa e shkëputa atë pjesën që ti bën thirrje pensionistave kudo që janë, sepse ai është një mesazh shumë i bukur që ke dhënë dhe është pritur shumë mirë nga publiku. Dhe në fakt duam të përshëndesim të gjitha mamat, të gjithë baballarët, të gjithë mosha e madhe që e përcjellin këtë vlog, këtë gjë që bëjmë unë dhe mami. Falenderoj mamë edhe ajo që thash është shumë e vërtet, se mami është pensioniste vetë dhe unë nuk flas vetëm për ato pensionistat që
janë diçka më, flasim përgjithësi si është një pensionist sot tek ne, dhe aq vërtet mund të përballoj, sepse gjitha ato gjëra që nxjerrti aty, është realiteti. Po na i paguan kalamajt, lagja, Ai është një mesazh i fortë. Po ata po ne për veten tonë aty jemi, dhe kjo është e vërteta që thot mami për shtresën e pensionistëve. Vazhdojmë ndjekim tani që kam futur shumë pjesë mam, kur kemi bërë bashkë me Mondin në montazh, përshëndesim Mondin që është montazhieri i vlogeve tona. Shumë që ka një humor shumë të hollë për sa i përket editimit të videove tona. Kur mund të bëjmë autoironi, mund të bëjmë ironi dhe me të tjerët. Akoma s'kemi arritur të bëjmë ironi me të tjerët. Tani për tani merremi me njëra tjetrën, po do vi dhe ai momenti. Ska gjë, gjithmonë duhet jetë shumë e hollë, shumë fine, shumë. Si për shembull ky momenti këtu. Po sa më pëlqeve kështu ti mi mama se si tu bën. Ti kisha edhe kështu drejt? Ua, tu bën si modele. Ma, unë jam modele. Më të prezentoj çik më. Je e pa kurve se na ashtu. E paft. Në sauna ndezën edhe gjakrat më të zhani. Këtu lëshohet robi ti kur nuk lëshohet. Këtu mami shumë e vërtet. Kjo është e vërtet. Shumë e vërtet, mami. Të shirë të sauna se ma bëri zoti risk. Kështë fare. Ja dhije, mami, të fshatit të bashajt. Të fshatit të babit. Në çantë ti kishe të gjitha? Të gjitha, këti çanta ime qa nuk u manë, mami. Është çanta legjend, pecat e fshatit, domatet baçës. Na more ftyrën, moj qa ke marrë. Edhe hudrat ke qenë mamaja, ja kokrën e qepës këtu, ka marrë dhe për ty. Po, nga që i qik delikate, ta mora këshim i qik. Da fuqe. Po kjo është me fuqishme nda që në ditë. Nuk kam Po koment. gris brekët. Do me thënë, çfarë goditje ka qenë vlogu që ne kemi bërë me make-upin dhe flokët vetë. Ai ka qenë, mendoj, ka qenë vlogu më i komentuar dhe më i pëlqyer. Edhe darka Krishtlindjeve. Sepse janë të vërteta gjërat. Por që ti ke bërë flokët me bira dhe me lecka, dhe me lecka kishe marrë brekët e pambukut. Po, ato që zgjerojnë shumë ato bën çik si thes, shumë të vare oke. Edhe i pret ato na i qik edhe i përdornim neve. Në një mënyrë tjetër, së shëtan. Solli ato kohën se tani normal që gjë. Është vlogu më i pëlqyer. Do të bëj çik humor, sigurisht e kujtojmë atë kohën tonë, që s'kishim ato mundësi. Na i brek, na i kanë atje, po lëshohesh një fare, që s'kishim kujtim më. Kur ishin shu është e branë, se na dhim se i dhe ti prishnim, le të prishnim ashtu. Ti hidhni. Shtërmoni lastikut, të që ma u lirua dhe ërë një lastik të ri. Edhe këte varur ato të shkretat. Por, ai vlogu i make-upit edhe i flokëve që quaj Get Ready With Us, është... Qatë e moj që a quaj? Në anglisht, mama, e bëra pra kështu pra stil vlogu Get Ready With Us. GRWU. Po thueme për neve, po neve modeli tjetër që s'kuptojmë, apo? E shkujta kështu prave që është muhabet vlogu, ke parasysh stil vlogu. A kuptoj. Get Ready With Us. Por, më i pëlqyeri, më gjitha për këtë faktin, do me thënë. Njerëzit i ke bërë publikun, ti e ke bërë për vete me kori Tajlati. Por, me këtë vlogun, me këto brekët e me gëshër, ke fituar zemrat e gjithve, sepse fund ditës ne si popull vlerësojmë thjeshtësinë. Mami, njerëzit duan gjëra të vërteta. Sa më të vërteta se po shikoj tani që ka ndaluar aty te pikniku. Ja, ajo është koha jonë, ishim më të lumturit në botë. Neve po të kishim këto gjëra. Të ishim në natyrë, ti ke vën një tavolinë që s'jam kur dakord, aty s'jam unë. Unë desha një batani e leshi që na mbante një qik, që mos mërdhini. E kuptonte se e në barë. Po mua më ta vini të shtrojnë batanie dhe unë i thash nuk shtrojt mamin tokë. Po jo, nuk është ngrotë. Nuk është ngrotë tani. Po t'ishte ngrotë, është shumë bukur. Në fakt, kjo është realiteti jonë, se këtë tavolinën dhe këto karriget i kam në makinë vërtet. Jo, kjo është e vërtet. Po flas ta çoj në kohë siç kam çuar këtë tavolinën këtu, që shikojnë me qep të njoma, me djatin e tutushese, me byrek, këto gjëra që ne vërtet kështu. Edhe kështu që mami ka dashur të sjell këtë kohë që ne kënaqeshim kaq shumë. Po e në piknik, moj çupë. Jemi me qenusha, jemi edhe kalon na një ka nevojë për një picetë çon mamë bra. Ka dhe gjinë plot, më i duan një picetë që humës. Kjo është pjesë e mbrapë me bregve. Edhe unë tani ka marrë pjesën e mirë. Të si për me.
Daj të bëju me birre me brek pa qikosh ti. Si jam mirë. Nuk jam mirë. Ne jam vetëm presh. Kurse kështu për shopin ja valojmë. Ma, Qa ka? qa është ajo që mja e zez aty? Po shedhis moj budalla që ke drekshi se më trombe. Pra ne të bindesh që është bio moj që shedhis. Unë isha duke ngra. Po shi me dhis moj të gëzosh të kënaqesh që është originale dhis. Po shi të tushes në fshat. Shumë Valentin, po unë nuk e festoj shumë Valentin. Qa se moj? Do e festoj unë se festosh ti, nga i nati do e festojmë. Ti që në marë, po ti lutë në qasha. Më ka bullëzuar Rita Lati me episodin e Shumë Valentinit. Gjesit i paradite si ndrek si I numëron mami, shi sa ka mami. Unë nga ka shumë për gjesa për Shumë Valentin, unë nga trova. Dua të ndikoj një qik të truri jo, që lëvis. Mami e kupton ti? E thash që mos të lënë në mbe, si ku isha një qik si e zë, frugjaja më koncert. Unë do ma me ty, se si mbaj do të mund, ke qenë vërë, ti s'kisha e të dashur. Jo, bak. Faleminderit me motë e Zhani. Ashtu dhe. Na falni një sekund. Viti kemi pak debules. Në këtë sezon dhia ka qenë kafsha jonë e preferuar. Po s'jap shansin as njeriut. Bën vështirë ma? Po bëj vështirë, po qa? Po pse kështu? Po jo, për dua në i plak, ta ma u plak, zoti plak. Roza! I bëra 2 lekët. E po tani mos prish, ja i ku jeta, mos prish, mami gjithë jetën. Mos prish se do bëj këtë, mos prish se do të marrë kjo, mos prish se të... Po unë e them sepse mami Edhe në i qmaqe... bën lekët zborë, Jo. I ka duart me vrima, more. Se këtu s'jan nga mamaja, e kupton, nuk janë qik nga mamaja. Janë qik nga i krau andeja. Është e vërtet që Mos prishim. Mirë, mam. E mbyllim sezonin se u lodhe me këto xherimet edhe lekët që bën. Do t'i kurset ke qamaj, si do marrë me arkivoli, po të më varrosë si zonjme me karafilna e me puron. Që do më qosh atje në dynja? I kam bledh lekët atje që të më qosh në stolisësh. Edhe të hedhësh 2 pika lot atje. O, sot i Edhe vazhdo qaj. muhabeti bën, miku ky çerpiku. Po çe ke këtu muhabetet se na prishën. Po jo me mam, do të mbledhi lekët se kush, edhe të ikësh nga kjo dynja, do në lekë ke qenë mam. Qysh e quan, se i ku mami hodh atje për te, po ti do dukesh qik mirë su dynjas. Nuk mundet. O zot, O zot amin, o zot, qarë the? Na qelë me qëtë, na e pëmë Qa qakis. s'ka mami, ma mba pak me lelu ju lutem? Mbajnë që këto? Mbajnë që këto? Mbajnë që këto? Ashtu. Këtë e mora se e dhja që do në zinte darka. Jo, duhet ta themi që Si gjithmonë, do në Kjo zinte ishte- darka. Mbaj, mama? Peshkun, u qëlloj në qanë, se be kësha marrë për në akuarium për në shtëpi. Dheu më hangër. Për qumë qakis, pas ka patur vënd, mojt ke qenë mamaja. në fakt duhet themi që tek pikniku, pjesa e fundit, që s'kishte vend për çumçakiz, ishte ideja ime. E jotja ishte, gjetja Dhe- jote është ajo. Vajta e bleva njerë peshkun dhe pastaj informova ekipin, mamin, të gjithë që shiko se nesër do kemi një peshk në xhirim. Dhe mora që e mora, thash mi mbaruam xhirimet, ç'do bëj me peshkun, kështu që taksirat ka marrë një akuarium, peshkun e kam në shtëpi, tani e ka emrin Angelina Jolie. Ua, sa bukur, atë qeses, mu ta këshe mbushur me një qik më pak, kuj se mrada mblaja me zje ka mbajt në dorë atë qesë. Ngopu me ujder në marë, janë ca truke, Po të mam. kishte hapësirë të lëviste Angelina. Bëhen ca truke, hethu, bo që shpesh. Jo, po jalla desh mu di që se kam, akoma se hap dorën. Qik janë truket, mami. A kinema, jemi kinema. Unë i them mamit tash, në fund fare që ti do kërkosh çumçakizin dhe nuk do kesh vend për çumçakiz, do fusim një palë shapka të tua ti thash, do Në kjo është fusim komplet gjetja e rozës, ta do pranojmë fusim këtë. lampën i thash, do fusim edhe peshkun i thash dhe do thush s'ka çumçakiz, ta mami, okay, ta do fusim ta dhe çorapet e leshit dhe ruazat. Po jam më putuasa që do lë namun atje, po ja që vaj da mama dhe të më shkoj mua të dalja. Aj me punë jeshile që është në kërkim. Dhe Mamaja. për shembull, realizimi i vlogeve, me thënë se cili vlog,
janë detaje që janë nga jeta jonë, po absolutisht që neve i kemi... Këtë pikërisht këtë vlogun, tani kjo është gjetja jote dhe është truri jote aty. Dhe mami e ka pëlqyer shumë. Ne kemi qenë piknik bashk. Dhe ti më ke thënë mos harxojmë lek. Dhe ti e ke tënden këtë gjë. Unë me thënë, ne janë mirë, mos harxojmë detajet... lek, se ne do harxojmë kur të vdemi te syzet e fustanat. Kurse neve, atje do me thënë, neve nuk harxojmë. Kurse te preshje këto duhet jemi... Dua të them edhe këtë që një ndër vloget, një ndër skenaret e jetës tonë që unë i kam hedhur në letër, është mbaj mend një herë me mamin kur kemi shkuar për masazh, tajlandezja që masazhonte mami që Përshate kur futun prer të para, ato kush ishin parë. Mami fliste shqip, ajo që bënte yes ma'am, yes ma'am. Po yes mama jo dhe vët mua ajo. Dhe ishte shumë komike, realisht, dhe kjo është një ndër skenare që unë i kisha shkruar në fletore. Po jo se çova 2 javë që jam çuar në krevati. Dhe tani kaputi në mes. Ti tregojmë publikut. Tani kur erdhi momenti për të realizuar këtë vlog, që unë e kisha hedhur në fletore, që okay, një ndër vloget do jetë unë dhe mami në spa. Tani ky momenti i masazhit mund të shkonte maksimumi 5 minuta, që më thënë publiku kur ta shifte në televizor, në YouTube, do ishte 5 minuta gjë me montazh, me eksport, me të gjitha. Po neve duhet ta zgjasnim, duhet i bënim një fabulgjës. Dhe situata e djalit, Jamesi, djali që futet në spa dhe gjithë... Që luma maja që e ka bërë... Dhe gjithë ajo gjë... Ala me djali, ajo pjesa e djali dhe mami që më shtyn, ajo pasaj është një pjesë improvizim. Jo, ka ndodhë, kur kemi qenë në pishina, me thënë, ka qenë ndonjë duke parë rozën, dhe kjo sytë në lara, s'ka që gjithmonë dhe unë ja kam bërë, po shikojnë që i kam thënë, kjo është e vërtet që hiti, shikojnë që po të shikojnë, po si janë qikë ma mas më i motë që shikoj vetë. Ty të shikojnë edhe sytë i rivju nga, kurse mamaja, ta shikime provokime. Kurse do vime dhe ta jo, sa ishte jashtë skenare, ishte të të muhabet. Po zot, por që... S'është me të thënë, është me të dhënë. Që mos më thoni si së të ngjanë që kroza në shumë gjëra. E, ja, kjo është... Ua, më tha një rama, më tha që aristokrate nga bëna jo rozat, të specat e... Po qa ti thoja unë që roza hanë, po i do vetëm salat? U se anë bushot më ndjen asaj që vdi që Angela. Ti thoje që ku kam qënë 9 vjeqe, dhe kemi qënë në darkën me gjithë aktorët e estradës, kemi qënë duke ngrënë, ka qënë Sheri Mita, regjizori madh. Ishme Saran, mami turne, 8 vjeqe ke qënë, mam. Edhe maruam shfaqen edhe ullëm të gjithë në atë detit, si që ishte atë që nga prisin, nga respektonin, e si ishte ajo koha, edhe Sheri Mita përbalë, më tha, mua, ti e ke, e jo t'ja është kjo, ose shikoj e rozë, unë isha duke si që kam mami. Ti ishe duke ngrënë mish me duar, më motër. Mimi, po e kam fjallë, nuk të shikoj aty. Se të kisha këtu dhe po bërin humor, duke qërë si që ishim të gjithë. Ti e ke rritur unë i thash. Nuk kam unë si, pse i ta shikojnë shik, tha. Edhe u ktheva, ku shikojnë rozë me thik, me pirun, 8 vjeqe, me peshkun, një Allah, unë e shakapur atë mishin, edhe tha, nuk kam unë si, i thash më falë, të ngjan nga rata babajt, nuk ka lidhje me mua. Do me thënë, këtë nuk e kam mësuar unë, dhe është e vërtet që rozën ashtu e kam mësu babi, dhe ca ta ashtu ishin, dhe janë. Ti ka piruni, pas tërtia, unë e kam evidentuar dhe kur izolova 4 muaj në shtëpi me kamera, mamo. Kështu që thuaj asaj. Edhe këtu nuk është e imja prapë, do me thëmë, është nga ata. Asa ato qëra që i kishin tani. Por që, do me thënë, kjo është, këtë doja të tregoja, që kthehemi në bazë, që vlogu i spas, djali që ne kemi futur, ai ishte një improvizim që ne bëm për të zgjatur vlogun, sepse historia e spas e jona ishte që bënte masazh mami, dhe ajo masazhatorja që fërkonte mami që zuronte, kështu që ne falenderojmë Jamesin që u përfshi, aktroi. Dua të falenderoj shumë mamin, që kur i thash mami, thash do vi djali dhe ti do bësh aty interpretimin tënd sikur do bësh si ta thash, mbledhërinë e vitit dhe ti e qaver italianit. Me qava më i mamë, po thashun që do keq kuptoj, kur duke shkuj vetë nga mrapa. Me shikueshmëri ishte vlogu me arritjet më të mëdha, me reaches edhe views. Sepse u kuptua që mami kemi kapur shumë shikueshmëri. Donte me të vërtet se mama tani ne egzagjerojme, ju më kuptoni tani që Rita e çon një hap më tutje humorin, si me thënë, që të dhe të qeshim i qik, edhe
Nuk është tani vetëm të japim mesazhe dhe të shikojmë, po duam dhe të argëtohemi. Ne të dyja në këto vloge jemi dy bjondet, koketa, që kemi përplasje me njëra tjetrën, po gjithmonë me buzët e lyera. Koketa, po mami, dhe na një lap që e vën që, tani nuk dal dot ajo imja. Absolutisht, mam, se ti me tënde. Po kushe këshu me busukushe, me flokverda, po. Me buzët e lyera gjithmonë, dhe tani dua të shohim një përmbledhje tjetër me të gjitha. Po, tani do shohim të gjitha momentet që ne kemi lyer buzët, apo kemi dalë duke lyer buzët në këtë sezon. Por, ajo që kam dëgjuar unë, është Kurse ajo që kam dëgjuar unë është që rëndimit ka vërtëna. E këtëna. Të marrë vesh. Roza! Buskuqi! Nuk përshë flakët! Jetë shmandu, Roza, jetë shmandu! O, Roza, jetë shmandu! Suki zemër, më gjesë drek dark. I kam buzët në regu? Kanda të kësha bërë që këtë medalja, të bërë të fuqire. Zot. Së është mirë, mam. O zot. Ke aktruar perfekt. Ku i ke kapur mi mam? Të gjitha rastet. Kemi lyer buzët. E bje nënës. Ba, është e bukur. Ishte shumë e bukur. E bukur ajo. Me ta ajo nuk është përditshmëria. Na ashtu jemi, se mos kujtoj njerëzit se kemi bërë kastile. Ashtu jemi vërtet. Atëra tërmeti dhe unë isha majtakave. Ndeshë këshin dalë si qishin njerëzit. Ashtu si qishin në shtëpi pa zbatur. Që dalë dhe për portale njerëzit me rëbdishan. Dhe që të merë mami dhe të thotë, Roza, që po bën ti se mami po zbret. Ndërkohë kisha maj televizorin të vetë me gjithë, se s'ni thotë papa. Me televizorin, i kja kështu. Ka mikran. U shqetësua një moment, të mora në telefon, mam qa po bën? Do dalë të ti, po ti, ja, ma ndollu qik buzët e do leja se dhe unë jam duke ly buzë. Aty kam thënë, do me thënë njerëzit dilin si që ishin, ne të dyja. Unë kësha një arsye se më radam blaja, ma ka zëmë. E bukur edhe kur dik më marra i atje. Të thotë, ua, ta marrë të se... Do me thënë, kur të marrë më radam blaja, ke fjallin kur të vdes. Kur të vdes, dhe thotë, aju ta marrë që këtë se kërë që ka me busë kuqe. Më zgjedh mua. Por ne të dyja, dhe kur atë tërmet, kemi qënë të dyja duke lyer buzët, po s'dilin pa lyer buzët nga shtëpia. Po kaq e rritës jeme që kaq e rritës. Ja ma që rritës, sa mirë buzët tërkon të lyera, po edhe majtakave. Edhe tani, do ndjekim të gjitha momentet që kemi qënë majtakave dhe gjithë shka që ka ndodhur me ne majtakave në momentet më të papërshtatshme. Seriozisht? I ndjekim. Qarë thua? Majtakave. E rrit një mama me taka në gjithë tegun. Po normal, e vetëm ne të dyja, po mirë Të sheshtat janë në makinë, thash të vete e ti ndroj, po merë të keqen. Nuk i vesh të sheshtat. S'ka shansë, S'ka ja mami shanse. suki ta. Komplet. Vdes dhe takat nuk i heq. Nuk i heq. Shpreja jote. Tak po vdes, po mbje da mblaja, po pordot ku do verë. Hajde. Bravo, Rita! Aty kam vuajtur me vërtet. Po ishte. Mi edhe dy beku s'më lë mua. Amash... Se jam me taka një sekund. Se... s'ka shanse ne t'i heqim takat. Vdesim edhe si heqim takat.
jemi suki. Shafuka. Unë që të kërkoj ty majtakave në qendër tregtare, do me Po thënë. ti heq një moment, pi kafe ama. Ashtu, ja. Kemi qika ama kafe që të rimarim energjin. Po shikoj sa e mund që i hoqe, s'plasi fare që jetë e tegu. Mamaja Zba. gjallë deku vajtakave. Heroin. Po mirë, po. Shiko, komikja është që ne të dyja jemi aq suki, dhe ky është realiteti, që jemi vërtet, dhe majtakave jemi rrëzuar e jemi dërmuar në këtë sezon. Unë mendoj Ja. se duhet t'i komentojmë një çik të gjitha rastet kur ne jemi rrëzuar në këtë Mam. sezon. Mam, e di pse? Më thonë, ua, ti rita majtakave, ua, se mami tani ka lën 65 vjeqë, e ua, ti se shko ca shoqe që janë me atë kleta e turta, me thonë, mami me taka. Edhe u kam thënë këshu, po më lanë, se unë nuk i le. Takat, po më lanë ato, të më thënë kur, Messi, Mosha, çdo gjë do vi normale, mam. po. Ideja është që unë nuk i le, vetëm po më lanë vetë, se e dim shmesh po duhet ta pranoj. Jeta ime, ti je në tani, formë, ma. po hajtë shohim një çik gjitha rastet që jemi Si që rrëzuar, të shtova, që tani. jemi dërmuar majtakave. E zeza, Tu mami ka rënë vërtet. jam vrarë. Tu mami ka rënë vërtet. Tu është dërmuar realisht. Që si rill. Se besoja do qa kështë nova, koma. Më kanë gjetë smangu! Ajo për çak. Këtu ke rënë je rrëzuar vërtet. Këtu je rrëzuar vërtet. Ka pathojnë. Seriozisht e ke, ma? Po. A me se talë trapin ti. Prisha Frenchin, ma. Vjefsha Frenchin. Sha. I love it. Sha është. Prisa të ndihmoj unë. Kujdes. Tu je vrar. Dhe këtu jemi vrarë të dyja. Po hajde, mam, do kaloj fiksimin, mami. sakrifica. Shife këmba jote si më shkel. Uaj, me shmet. Edhe ta këshim planifikuar. Nuk do dilte kështu. Pika, mam. Ja, e zeza. Pengova prap. Kjo ka ndodhur. Uaj, me shmet. Nëse kështë ta këshim logaritur, këmbat ime mbi Do me tyra. thënë, ai është moment jashtë skenari, spontane dhe janë vërtet. Kanë gjatë bukra, më klasë të pa planifikuar. Mirë që jemi rrëzuar e dërmuar në këtë sezon, por gjithashtu edhe jemi emocionuar shumë. Më saktë, O, mam, falë, kom do një shile. Mami shë akoma në kërkim të kapeles me po do një shile që do t'a gjëju. ai plaku që del me Ua, kapele, plaku. ai Një burr zotnia. zotni, Fal, ma. kujdes ku flet me man. Një zotni burr me kapele me po një shile. Do Fiksimi mami, që Mam. njëre kam parë, po kam rëndashore. do ta gjej për zotin në sezonin e dytë. Do jetë sfida ime të gjej ty plaku me Dallon, fondje mami, se ka- shile. Plaku, zotnin, moj mami, se e bra nami mu këtu, dëgjo, Ai, se a se jemi po bosh, gjirojmë ne. harua, ua. Amin, ha. Ma qetësos me në shkon duja. Tani, ajo që unë dua që të shohim është në gjithë këtë sezon vlogesh, kam përzgjedhur një moment specifik emocional. Do me thënë, pa momente që u rrëzuam, që u dërmuam. Po. Shohim një çik momentet që jemi emocionuar vërtet. Dhe në fakt është momenti që ke qenë ti me lot në sy.
kjo ishte ngja më e bukur, me thënë që mami, gjithë kjo rrëmuj sot, që më ka trazoj shpirtin, ka ndalë lot vërtet gëzimi, sepse e doja këtë emocion. Edhe dua Zotit ma bëjmare të shoh Rozën të ato shkallët. Me thënë qava për... Jo të shkallët e Big Brotherit o mamë. Të shkallët e kuqes, e qava për hallin tim, ja kupton, nuk e qava për me hallet e mia. Ta kujtoj hallet e mia. Qëtëm kur do vjerë di që ta shikoj. Ky momenti jot i lotëve mam, kur unë e kam edhur në rrjetet sociale, është videoja që ka marrë më shumë komente. Ka marrë më shumë komente se sa kur më kanë uruar mua njerëzit për ditëlindje. Po mamë, se janë aty shumë në na shikojnë veten e tyre. Mam, lëre modestin. E bukura është forca jote, që ti edhe mes lotëve prap e gjej një fije humori dhe e kalon në të qeshur situatën. Kjo është një shëmbulltyr shumë e fortë e karakterit tënd që ti me humorin tënd ke superuar shumë situatat vështira të jetës sigurisht. Mami është aktore e humorit, profesioniste, kështu që mami ashtu do t'i kaloj situatat, se për ndryshe, pasaj ku do venim neve qaj, more qaj, kush ta nisje, kush ta bitisi. Që mami patjetër, për ato janë një situatë Ajo është një situatë nga Big Brother, Greta u propozua nga i fejuar i vet, nga i dashur i vet Ono, momenti unazës, mami po të emocionuar. mendonte, tani si ta kaloja, unë të ka hallet e mia, se u kisha hallin tim, po është e vërtet ajo mama. Ma, do kisha dash tani të shihnim të gjitha momentet që ne na kanë falë dashni njerëzit kur na kanë parë live. Kur ne kemi dalë të xhirojmë vloget tona, në terren, kemi marrë shumë dashni nga njerëzit dhe do donim t'i falenderonim shumë të gjithë. Pafund sigurisht. Dashnia juaj në na jep shtys që okej, vleka kjo gjëja. Hajtë se po e bëjmë edhe një video tjetër. Hajtë se po e bëjmë edhe një Falenderoj vlog. nga zemra, pafund mami. E ndjekemi çik këtë momentin e dashnisë që kemi marrë nga publiku. Si e? Me vërtet? Thank you. Vlonjate të to, e ma vlonjate. Hajde, Bëjmë një foto, Goca? Se jemi duke xhiruar. Do dilni në vlog, ta dini? Do dalin me vlonjatet e tyre. Faleminderit. Ju dua faleminderit. O, sa më pëlqeu. E di çfarë tha? Je shumë e mirë, shumë e drejtë. E shef? Që jam shumë e drejtë? E do me thonë jam e shtromta këtu? Biondina kacurrile. Më pëlqeu filtri. Thank you, zemër. Ti ke një yll kaqi, faleminderit. Faleminderit. E pa e punës. Faleminderit që na bën edhe na vleruan. Jemi duke xhiruar, po Me bura më fal, bura nuk i takoj. Nuk merrem me bura, sa kemi të prerë nuk merrem me bura. Hi! Suki. Rose, thank you. Ciao. Fala na shtëpia ti ore mos haro. Dil Roza nga ana. Po se ka bërë se kjo dhe mu. Oh, wow! Sa shko kemi ne me vakt. Shumë faleminderit dhe jemi rritur me humorin e zonjës Rita Lapi. Shumë faleminderit. Sa e pa me rëndjej, ta përshëndesim vetëm kaq. Unë do t'u përqafoj. E more vesh ti mamin? Po ja ta dish. Do me thënë, një gjë duhet thënë, se Ngela duket bë lale lule. Kur unë xhiroj me ty në terren të kap një dëlir, je një fëmijë i gëzuar, e hum fare, na lov, na ke plas shpirtin. Mos kërkoni vloge jashtë, se vloge jashtë mami iku. Se ri hanaj qiku. Apo jo, nuk quhet. Nuk quhet kjo që thashë, ma. Hutosh me njerëzit moj. Dashuroj, ma. Mjapi na shumë dashuri. Në fakt, disa pjesë që ne kemi nxjerrë te kjo përmbledhje e të gjithë njerëzve që na kanë falë dashni, ka qenë janë pjesë nga backstage-et. Ku kemi bërë vlogun e shopping, që kemi qenë te qendra tregtare, të gjithë dashnin që na falën njerëzit në qendër tregtare, unë i përmblodha të gjitha dhe i lash në backstage. Kështu që jemi që jemi.
Shofim çik backstage-et e këtij Ne sezoni. jemi motun shumë avash na lëvizjet e karike. Shofim çik backstage-et e këtij sezoni. Përbau moj motë. Ndjekim backstage-et. Merë me mund do me thënë se Të rëzova vërtet. Do na kazak në gjithë nga poshtë. Po, si mund të më bëni këtë pyetje? Ju në moshën e nënës time, u shoqëron me gratë më kohë. Mama, ti o djali e ke kuptuar ti, e të rezit e ka për vajzësin ose në tim që e bodja për kohë ka la hajte. Nuk e mbaj të qeshë, nuk përfashë si. A ta bëj një pyetje? Nuk e mbaj të qeshë, nuk përfashë si për zotin. I fusim të plane që për tani për të mullu na i gjo. Më të zot flisja? Jo! Riri, haj që punë. Ule mami se tani pensionistët ka nevoj të shplodhe. Në fakt, super batuta, thot mami, ku kamera është off. Tani jam me puqiqi, pëjqit. Jemi se i do që gjitha batutat. Të dhjef shamu në thikë që më solle. Hajde, se bravo. Ndrinë që këmë ke që mamaja modele, ma bëj modele. Që mbaj ka pak unë hapur atë në. Mbylle më dhjef. Ma o që të ujë. Dhe jo, ke me mami në ullin, djatë ka marrë mami si që do që. Jetë na që... Do qaj deri nesër tani për pasqyrën uq, më gjithë, do të bëj mami tjetër, ke që mami, do të bëj tjetër. Komentojmë pak bashk e nderuar Rita. Po, pa tjetër, do, si po jep lajme ti moj motë? Po jep lajmet? Ha? Po si po jep lajmet? Komentoj, pak e dashë tonë. Komentojmë pak e dashur zonja Rita për vlogun që lam pas, që ishim të dyja në spa. Faleminderit shumë të gjithëve për dashnin. Kam në qiko që në nami dhe ati, apo? Se hoqe... Mami e kishte me merak, se mos i gjanë që ku mami po përndjek një djallë të ri, po publiku e kishte marrë mesazhin fiks, që ti po e kërkoja ato për mu. Edhe lëviz vëndi, ma mesazh, more ti, le publikun ti, ma ngre shpirtin ma. Mesazhin e kisha për ty, le publiku a qepin e vetë. E do publiku. Shiko. Lidhe më ndjen ati. Atë do të shkoj dhe Kilxhani se ka vëndit pa ta parë. Më ke përgjuar të dera prap. Më parë sa ëndrat ke që maja. Apo të ha ca fasule, do bëjt marri ca fasule sot, dëngë porto, dëngë dëngë. Ma! Ja vash, o ko pute ti, jo po hiq. Na i ko që qetë, keni ju vetë? Ma! Se sa do? Nuk ka do të qetë, pra nga. Po kokër qep. Po ko që qepi të mirë në apshati, moto, po kjo do bëj me zorë kjo. S'kishte e mund për qikë qulqaki. Bisha. Aty kemi qesh me shpirt në mbyllje. Qeu shumë mami tani që shikoj. S'kan pa njerëzi se them ndonjëherë kur më bëjnë komplimenta, e kam marrë shumë dashuri, edhe ri dhe them me vete sepse unë e shikoj njerë, po kur e shikoj kam shumë emocion. Po. Kurse tani Që shikon jam këtu me- një përmbledhje. jam me qetë, po ndjem në teatr, tani më thënë po e shijoj si ndryshe nga që kam shijuar. Edhe aty vërtet kemi qeshur sepse ishte për të qeshur. Mendoj që s'kan faj njerëzit që e kanë pëlqyer mami. Bindem, se nga njerëzit bëjnë furça. Se Rita ka qef t'i bësh qik qefin, e kuptoni qik qefin Ritës? Jo, bindem që është një punë vërtet e mirë. Është një vërtet, punë serioze dhe e mirë. Urim me Roza, të falenderon mamit për gëzon, për iniciativën, për atë që e qove deri në fund, atë që mami qeshte kur ti e kishe një ëndër,
E moje, po ja që ti e bërë dhe mami shumë krenare dhe e lumtur për ty. Ç'mund të bëj unë pa ty, ma, pa ty vlogu s'ka kuptim. Mami shmami. Duhet të heqësh i çik ca shprehje nga goja, Për shembull një, koqe. po koqe më thënë, është skandalisha ajo që, po koqe është fjalë më i fjalë, është objekt koqe që quhet koqe. Dhe kush koqe të mund jatë më? Ju jeni interesant juve, më çmosh. Koqe kanë pa, po koqe nuk veshon dot. Se do bëhet te pesha, te koqa, dhe vina. Po qa ka ta, pse që është? Ku shkon më një shumë tek? Ju lindi të djallëzuar. Ku kemi që ne të shkëtë të djallë, ne gëzoni, kur toni koqe gëzoni. Se kur toni peshë, mëj mami, juve ku su vete mondja. Me që të mami shumë e lumtur dhe krenare, ose dhe falenderoj nga zemra, për seriozitetin që mami e ka shprehur, unë besoj tek puna jote, tek ajo që ti e nisi atë deri në fund, nuk janë komplimentat e mamit, janë komplimentat e Ritës, artiste tani më. Unë e kam patur të qartë, ama spontaniteti jot, tipi jot, i ka hedhur kripën dhe piperin shkresave të mia. Dhe ke dal aq herë jashtë skenari, po ke dal aq herë jashtë skenari, që unë veç kam qeshur. Jo, e di si është e bukura, unë mendoj se publiku duhet të di që kur unë i kam thënë mamit, mam, ti tani do bësh këtë gjë dhe do thuash fiks këtë fjali, nuk e keni iden se sa dubla kemi bërë se si vinte. Po e le në gjendje të lirë, që mam, kjo është situata, jepi drejtim e qanë. Po të në skenë, mami, ne dalim një njerë nga skenari, në skenë, kur jemi parë publikut. Dhe po e, ati është profesionisti që manovrën, dhe ti nuk e kupton që unë ja kam futur. Dua të shohim pak tani një përmbledhje të gjitha rasteve që kemi dalë nga skenari, por që janë perlat e këtij sezoni. Çfarë thua? Tran, në mëgjes ju këtë një qik me batë ke qeva Maja. Dapi me vërtë. Kam folur 5.000 euro ishte. Në gjumë ti një të shuan klinik, kam marrë gjithë të dhonat. Në mëgjes ti mami se qa pata, u elmove ke qe mama. Jemi ishte një shumë, kemë një qime bajë. Ua, filmon kë? Përfundimisht, mam. Jo, në momenti që presu beb kjo ndahet. Unë pres bebi, them ha, kjo thot unë u e le, edhe kam vendosur bajta marrë gjithë të dhona tonë. 5.000 euro bërë. Te ky momenti, mam, Po? ky është e starti, vlogu i parë jonë. Edhe unë kam qenë shumë në siklet. Sepse sikleti më i madh ishte që unë po xhiroja me mamin. Dhe le të themi që Rita Lati është aktore e skenës reale, e skenës vërtet, artiste teatrit, dhe ke pathos teatri, se këtu dua të dalë. Do me thënë, kur ka qenë momenti leximit të filxhanit, kur kemi xhiruar vlogun e parë, mami me filxhanin në dorë kishte një pathos si ku po interpretonte përpara 200 vetëve. Dhe ishte me shpirt, dhe unë, ka që pash mami se si ishte ashtu ustruka fare. Iku mama ja përlesh. Dhe unë ustruka dhe kam qenë si e ngrirë që bën kjo. Stop kamera, stop. Ma, jemi vetëm unë dhe ti në shtëpi. Jemi duke pa filxhan. Më qiu, mam, qetësohu. Ika o Ferrari. Qa këtë kam thënë? Uli kuajt o Ferrari, uli kuajt. Po ndoroj, nuk më lidh dot ke qeva Maja. Dhe në fakt e kanë evidentuar disa gojë të liga që na marrin të ligat. E kishin evidentuar që Roza pak si e ngrirë, domethënë. Në fakt është vërtet nuk kam qenë 100% natyral, sepse kisha mami që kishte egër, ishte shumë egër Rita dhe unë isha këtu. E ma, pos mami në ato vloqe. Vlogje. Edhe vërtet ka qenë një çike sikletshme për mua, por ka dalë super. Dhe më kujtojnë fjalët e Big Bastës, më kujtojnë fjalët e Sonila Meços, edhe të gjithë suportuesve kushdo që e ka parë. Falenderoj mami nga zemra. Me këtë spontanitetin, siç kishit në fund te pjesa e bebes, tek ky vlogu juaj parë, jemi të bindur që do shkëlqeni dhe do e keni fitore në xhep. Edhe në fakt e patëm 50 milion reaches në Instagram.
në Çfarë muaj, quhet ajo? Ma? kjo është shumë lek. Kjo është shumë lek. Si ke që mesh, në nash pja mirini, bëjt fara la i qika sa i rrisë se dua, që kam respekt. Ajo që lë koqën në namit, Koqën e nami, që e the, ama. vazhdojmë. O Xhaxh, të të pyesën ku vishen këto? Komiteta. Këto vishën në zhobën, mami. Të vishën në shtëpi. Në shtëpi, mami. Aktoria mamit. Po teta pra me humor. S'ka faja ai. Tani, i dashur publiku. Po mirë. Me seksin si ke qenë në planti. Po qa keni, ma, jemi të rritur madhor të tërë. Ma, kape, tento kape. Po ta është prapi me mua? Nuk të Tento shko. kape. Mami ku ta kesh, si ke që me të. Nuk mundem. Aty mami e kanë përjetuar në Stambollun atë. Ha, Se këto e kanë kështu si një lojë, këtë zbavice. ata akullore. Po zbavit kalamaj, po ti s'do zbavitesh plakën atje që vdik që atje u thau ka karos për që ka kullore. Ti dhe më për dridaj, ka rasja në ajo. Po ti e ke hapur krahun në këtë projekt me komunikimin Si mami kështu është. Se diti që jemi te kanali im YouTube-it edhe Më e ke falë hapur mami, po krahun. është që më keq mami, se sa ka janë për, më faq që janë për mbajtur. Po do tani nuk do të nuk përmbajmë më, do të shpërbajmë. Ja se bësha ka mami, se të mami është shumë humor, se lëmë koqene, u pra po që tash, më falë ma nuk e të më se harova. Më qafsh mamin, ke zënë të dashur, ke qetë dashur. Jo. E pra jo, po që, më përse do ishe me atë, zoni me mama. Më prishte gjithë rastet. Me qëra lafi, do me Më thënë. thë këtë vitë sa më shumë seks e kështë lafi ti? Jo, me jo. Më falë se nga boba prapë, më falë mani, se nuk desha. Dashuriri ta, Nuk dashuriri. desha, po dashurit. Por do të mos i dëgjo mamas, po mëndet ma dëgjosh. Kjo është era e parë që e the si fjali. Dhe kjo që është ime këtu, se është era e parë që e Se ke dëgjova. prit. E thënë këtë. E thënë këtë. Si keq prap, dhe këto do e mbaj, nuk ta fshi këtë nga vlogu, du ta lej live. Ai çoj, tani se do ikë. Do më thënë s'kam pasur kohë të marrë frym, jo më të... Seks na njerë, doni? Mos bëj shumë e mami, se në para ka, kemi kamerat atje. Ue, Zeza, do i fshish këto se beton, do i fshish këto gjërat se mua më turpërove. Do i fshim. Me mami, çajnë këto gazepe. Ri mirë edhe shiko, bëj vetullat mirë. Që kam edhe unë dikë kështu afër vetes, pram vetes, por janë gjëra private, personale. Mami, s'ka private personale, Allah, du t'regoj gjitha mami për ti kur ka. A du private, ti t'regoj atje lakë, se nëse ka në me njëre. Kapele Republik me pop. Ma, unë du t'i tregoj të tëra që atje larë do la fos. Prandaj vendosa të bëj vlogi. O ma, Sa jemi në kohë, nga kapi me gjumë kamerë. nga njerë dhe me vërtet ka që të shkreur jam me vërtet unë ato. Ti që më ke mama, mu më shpjegoj. Po s'jam asgjë. Na kështu është mami. Po sa situata të jetës tonë, kemi Si që kemi mendoj të tregu. bëjmë të sezoni 2. Jo, ta Duke mendoj një zë. duke parë që ti kaq e rrëshqitur sa je dhe njerëzit nuk të kanë gjykuar për keq, por janë kënaq me ty dhe të duan shumë. Pas kam rëshkit Okej, në fare. rregull. O ma, po më Bëjmë pjesën shkon. tjetër. O ma, më shkon tani, se unë kam që shumë se nuk dhe kua një. Mos, tani që u plak, ka ja banoj qiku në. Mos më bëj vrejtit, ke që mamaja. Jo, Se vetë atje lartë do t'i tregojë pasaj. Në të la fos këtu. Atë po në një shile, ma ke premtuar. lop nga qeshur. Po në një shile, mami, atë me raka. Zotërin. Zotërin do e gjish mami I po ka në një dalë shile. lop nga qeshur. Ua, unë që kam pas kam shkallua fare. Apo më falet. Të falet. Prit një sekondë. Aha, Me që jam e bie mamas, bravo, ishe mamaja. fshi lotët. Me këtë dhe prit të cilë një qik ujë. Roftë që ma, Vetëm se më duke se Sa po ke qaj qesh? për atë kapele me po jeshili. tregot vërtetën që ti po qesh se po shikon veten tënde aty që ke. Po mi mami, po. Sinqerisht po më qeshet. E pasaj dëgjo, një vërtet është aty. Le t'ja këpusu rapa për tapa, ti qesh, dëgjo kënaqu, se unë atje lartë nuk do i tregoj. Prit Ti cilë që ujë, ma prit. bisi kur kënaqesh. Më mam, sa qesha. Se po pres bëjmë gëzuar. Po.
Ja sugjerojmë të gjithë ujin Be Light ta pini në përditshmërinë tuaj, sepse është ujë i cilësisë së fundit, i Kam rënë shishëm. dashuri. Me këtë Yes. ujin kam rënë dashuri. E kisha makinë këtë shishën, edhe më falë që të ndërpreva. E kisha makinë, e kisha lënë kështu 3 gisht në fund. Edhe pas një jave, po mpije shumë ujë, kisha ngrënë diçka pikante dhe isha në timon edhe po mpije shumë ujë. Dhe hapa dhe janë disa ujra, disa shishe ujë që kur ti hap mas një jave që i ke lënë në makinë, që janë në fund, kur e hap, vjen ujë air, shisha vjen air. Dhe Be Light, kjo shisha, ky ujë nuk vjen air. Pas një jave hapa ta për madh, e nuha ta, arom ujë freskët ishte. O, ma po. Dhe e piva për qef. O, i bime, ma. E mlodhe veten. Ma pse qesh aq shumë? Se po shikon veten tënde që thu, do i them të gjitha këtu se lart kam përtikur. Jepi play! Me popull jeshile. O, pel! Ja, da, dënë. Kjen aty, vjen njeri më i gëzon dhe ti tani. Bën sekse s'legone, kupton? Jalla, si live Stallone, ja. T'ja dhjesë më shikami, priti. Qëndrim dive, si t'kam su mami? Po më bë ka porë më duket. Si t'kam su mami, fat me shikime erotike, fantastike, shkencore. Kjo është pej, kjo nga doli. Ja Që falë skenari. dashni. Për bebin pastaj mam, Më t'keqe, mama, e s'keqe. me dashni dhe bebi. Me dashni dhe bebi. E 4 ta në radhë. Qëndroj me kaj, shu që do bëjmë një gëzuar. Do bëjmë një gëzuar. Se qa do, ma? Do bëjmë. Se do më thënë janar e nisim. Ka marrë shumë pak furça. Me ha të fushë e lavamanit. Fla për një sekund. Ua, vash, ua, modele Madejnë Fasule. Edi biri botës atë të mërë të njëtë të bëtë të lafosej. Po pësi e këshu? Ma, unë të shumë. Ratëse e mutit. Ma! Prije në montaj. Dark me 5 sy. Që kjo qepa njom që ishte na bëri që do me thënë na mori ftyrë, sepse ishte njëri që po më shifte dhe kam përshtypjen se nuk do më shohë më kurrë. Ua, mami, seriozisht të panda një? Shiko që unë gref mami kotë sot? E shikon, mua vajti dëm gjithë kjo pregatitje shpirtërore, fizike. Po jam e lumtur, mam, që ty të pas ka pa njërni. O, mami, shumë e Ja lumtur. gëzuar. Mami, shumë e lumtur që ka pa njërni. Mami, vjen prap nesër për atë fiksimin tim. Ti vazhdo punët e tuat, ke që babaja. Zot! Këto janë të gjitha momentet Po, mami. jashtë skenari që kanë dalë spontane komplet. Do me thënë perla e perlave atje tek sauna, që nuk ka njeri që nuk e ka parë. Dhe ku kam fol me njerëz në rrugë, që më ka thënë, çfarë duke marrë, çfarë duke bërë? Dhe i kam thënë, jam duke bërë vloge me mami në YouTube. E kemi parë atje te sauna me një djalë. Do me thënë, kjo pjesa e saunës ka qarkulluar aq shumë në internet, është bërë aq virale, sa që të gjithë e kam parë, dhe ata që nuk është janë ullur për para YouTube-it për t'i parë vloget tona. Sepse ti e jeta ime e ke lënë namat. Kam një shumë. E me shikime erotike fantastike Nga shkencore. më doli ajo se Nuk- di dhe vetë. Unë s'ta kam dëgju ndonjëherë, domethënë kam ama Që dhe një s'ta gjë kam është e dëgju. vërtet që këto nuk janë skenare të shkruara këtu do flasësh ti këtu, unë këtu, ti këtu. Pikërisht. Këto janë, neve dim vetëm rrethanat, Bravo. te sauna dhe ne vetëm improvizojmë dhe çdo gjë aty është në moment. Po këto atë janë- fantastike shkencore në erotik, po Atë, fantastike se kam dhe ti dëgjuar tush tani ndonjëherë. thuaj edhe një herë se them dot. Prezi, Se ka më dol, po qysh më doli një. Jalla, unë se kujtoja ku mbarua vaj tash nuk e dija si e kisha thënë. Mami për humor, po këto janë gjëra që janë të lindura, mam nuk të bën shkolla aktor humori. Humori është i lindur, humori është i lindur. Humori është i lindur. Shkolla jep një shtrinë e këto, batuta të ime, janë ato truket tona, po humori është tjetër gjë. Humori është i lindur. A kuptoni? Që unë jetoj me një humoriste, do me thënë, unë ulem në tavolina me njerëz që bëjnë humor dhe jam kështu.
Edhe ku du pse s'qeshti, mu më ka rrit një nën humoriste, mos më përshtypi ky humori. Po ti qesh edhe kose se gjeti gjë të gëzoj ai tjetri. E di sa na prek neve kur jemi atje dhe ti nuk qesh kur ne themi një Jo gjë. pse më personale. Po jo, më duhet të qeshësh, të respektosh atë që bën humor. Jo, Rita, kushdo që të jetë. Se gjuna, ai shlodhu se ka zën gjumi. Edhe mami se zë gjumi kur ka çfarë. Prit marr një aloe vera, tani do pim pak lëng frutash me copa aloe brenda, edhe të bëhemi gati për të thënë gjithëve që është mbyllja. Është mbyllja? Okej. Shpiti mami, të rrofsh. Mora 2 lote aloe vera, një me ananas, një me rush. Këdo ma. Me rush ke që më marrë, se dhe i kam konduan që kërushit tonë. Ke bërë parodi? Parodi. Po ka pat aj shumë sukses me mami? Rushi cenit. Rushi cenit. Ja, të ta hapun këtë. Bëjmë një gëzuar tani. Aj se e di si u bëra tani me zi po pres. Opa. Gëzuar, Gëzuar, mamu qajme. Shëndet jetë. E sukses. Sukses. Të dyja amigoj. Edhe me gjë tjetër, se gjeti gjë. Çfarë? Gëzuar, ke që në majë. Për bebe. Vazhdojmë. Të darka Krishtlindjeve e the, thashë se do të ta nisim në janar. Ja ku jemi në Mars, gëzuar. Mendoj mami që na. Pyetja ime për publikun tonë është, a do ju marri malli për ne? Dhe ja një dyshi si bëjnë ato, hani ti kujti bëjnë ashoti. Dhe do doja shumë të citoja të gjithë përkrasit tanë që kanë lënë komente në YouTube, mam. Për post Instagramit, Facebook e TikTok, në YouTube, në kanalin e YouTube që themi ne bëni like, bëni share, bëni subscribe, bëni comment. Bravo. Komentet në YouTube janë fantastike, janë të gjitha pozitive, njerëzit e duan vërtet shumë këtë projekt toni, sepse është organik, jemi tamam në nebi, nuk kemi të stisura, jemi tamam... Në qike veçantë, deri tani në këto që jetojmë, kohë që jetojmë, këtu në Shqipëri mendoj që është e para që bën një mamë dhe një gocë të stilin tonë, apo e ka bërë dikush? Ja, vetëm ne të dyja. Vetëm ne të dyja. Të para tani vetëm ne po. Po thoja faleminderit që na komentoni në YouTube, ma. Faleminderit shumë. Super komente të gjithë. Gjeti gjë këta tani të bëjnë një koment të bukur, atë gjeti gjë. Po ata që jam knaqem kur i lexoj. Knaqem realisht. Atë po çiçeni i ritë si po çau po qamet. Dhe ja ku jemi. Dhe ja ku jemi, o zoti madh, nuk do të rrezitet me mamën time. Do të bëjmë mbylljen mam, sepse është mbyllja. Po harrova për të marrë pozicion. Po ti thuaj. Është mbyllja mam. Që dukem çik bukur. Ashtu dhe. I kam i ruazat. I ke super, super. Mos të kuqe? Mos të kuqe, faleminderit. Po? Tani është mbyllja mam. Mbyllja e vlogut, mbyllja e sezonit. Mendoj se i tham të tëra. Tani shohim këtë foton tonë të projekcioni dhe e shijojmë. Prisni, mos u çoni. Është momenti që ne të falenderojmë bashkëpunëtorët tanë, ata që na përkrahën për këtë projekt. Kështu që falenderojmë Ama Cafe, UIB, Fenty Mans, Teuta Company, Neptun. Faleminderit. Roza, jam shumë krenare për ty. Çfarë the? E bëre. Rita, e tha Roza, e bëri Rita. E di që do keni nevojë tani të shploveni, të frymëzoheni për vloget e tjera. Take your time. Merrni kohën tuaj. Ne të dyja këtu jemi duke ju pritur. Duke thyer shikueshmërinë sërish. Le mos ta harrojmë 50 milion reaches. Qa vi që thua mëj?
Rritis 50 milion veta na shikojnë Instagramin kur ne postojmë vloget tona. Po la fosen që dhe mami, ma Po dhe që ta shumë kuptosh, në janë rriqi që muaj. se qa thua. Po kjo është pra që po të them unë tani, duhet t'i kuptosh sa gjëra Po dhe i ti. marrë vjes. Dhe mos harroni, shihemi së shpejti. Kjo foto është shumë o trisht tani, jam gati prapë qaj, po lëna ra, tani se kjo se ku. Se ku mu Ve i pikan, se duhet byll perdja, ve i pikan fjalisë. Pa atere. Në aksh bajgat. O zot! O zot i madh! A ku t'ja vën pikë, ma? Ka backstage dhe ky vlog ka backstage. Po tani ku e vën pikët? Po po them është mbyllja, kaq. Hajde. është mbyllja kaq. Ha. është mbyllja kaq. Dhe shijojmë pak. Mami ka gjithë botën të krahë. Bylle boj! O vini! Se ishme vërtej ajo? Po duhet mbyllet perdja! Riri aj sigur. Kur do mbyllet ajo perde? Po e kam 2 herë që thesh! Me kë shkruan mami tani? Me njerëzit e Ora mi, 2, ora 1. janë zgjuar miletin. Me shoqja shok. Ma, Po tani të dhe vërtetën ma. edhe me shoqe, edhe me shok. Kena i shok me qyqy? Sa më